Të dashur teleshikuesë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Lidhja midis Shteteve të Bashkuara, këtij dheut tonë të dytë dhe vetëlidhjes, është gjithnjë e pashlyeshme, është gjithnjë e pashkëputshme. Dhe më tepër duket kjo tek shoqatat e ndryshme, siç është rasti i shoqatës Malësia e Madhe, e cila për 23 vjet sa është krijuar ka ruajtur lidhjet e saj me dheun, me vendlindjen, duke ndihmuar në zhvillimin e komunitetit shqiptar aty në vendlindje, në aktivitete kulturore, në aktivitete bamirësie, që nga studentët, që nga njerëzit në nevojë. E natyrisht kjo traditë vazhdon edhe ruhet edhe sot e kësaj dite. Sot jemi këtu në mjediset e Kiqes së Shën Palit, ku shoqata më e madhe e malësorëve në diasporë, Malësia e Madhe, tu në Michigan organizon darkën e saj fond mbledhëse për të ndihmuar për malësinë. Vinë malësorë të ndryshëm, të gjitha fiseve, të gjitha bajraqeve, këtu për të dhënë kontributin e tyre për zhvillimin e mëtejshëm të malësisë, për të ruajtur lidhjet e tyre me vendlindjen. Në biseda me ta, shpeshherë diskutohet ku është më mirë, në Amerika po në vendlindje. E dikush në tavolinën tonë na tha, sa shkoj atje, nuk dua të jem në vend tjetër. Megjithatë, ne jemi larg, jemi të gjithë të mërguar, por me zemër, me shpirt, jemi në vendlindje. Ne do të pasqyrojmë pikërisht zhvillimin e këtij aktiviteti nga shoqata e Malësisë së Madhe, e cila ka arritur të mbledh donacione për të ndihmuar shoqatën dhe zhvillimet e Malësisë së Madhe atje në vendlindje, në trojet shqiptare, në kufirin midis Shqipërisë dhe Malit të Zi.
Mirëmbraman të zgjidhëvet, i nderuari meshtar Dom Fred Kalaj, i nderuari konsuli i nderit Ekrem Bardha, jemi krenar që të kemi në mesin tonë, për punë dhe veprat tua që ke bën për kombin shqiptar. Të nderuar patriot dhe aktivist të çështjes shqiptare dhe përkras të mëdhej të shoqatës Adletare Malësia e Madhe. Të nderuar shoqata të komunitetit ton, shoqata Jehona e Malësisë me kryetarin zotni Agron Bedivanaj, shoqata Sofra e Kastratit me kryetarin zotni Valentin Lumaj, shoqata Koja me kryetarin zotni Nua Gorvokaj, shoqata Rapsha me antarin e kryesisë zotni Anton Lajçaj, të nderuar Këshilli i Kishës me kryetarin zotni Gjergj Lajçaj. I përshëndes dhe i falenderoj këngëtarët Kol dhe Han Nik Prelaj, Fran Lucaj, Elvis Tërshanaj dhe Arsit Cekën, që në artojnë son të falas zemra u knoft. Në emër të shoqatës Adletare Malësia e Madhe, ju përshëndes të zgjidhëvet nga kjo sallë e kishës së Shënpalit, nga ky vend, nga ky tempull i fesë dhe i kombit shqiptar. Shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë anëtarët dhe kryesinë e shoqatës Adletare Malësia e Madhe, po ashtu përshëndes të gjithë kryetarët e mëparshëm të shoqatës sonë, që nga themelimi i saj. Në mënyrë të veçantë falenderoj familjen e të ndjerit Simon Palushaj, e cila po vazhdon të kontriboj për shoqatën tonë. Zoti e shpërbleft me të mira në familjen e tyre. Jam shumë i lumtur dhe krenar që të paraces para jush pasyrën e punës së gjatë gati 25 vjeçare të shoqatës Adletare Malësia e Madhe në Michigan. Si shoqata më e rëndësishme patriotike që u formua në fillim të shekullit 21 nga burrat malësor që jetojnë dhe veprojnë në këtë vend. Kjo shoqatë lindi pas shumë viteve të veprimtarisë patriotike që ben malësorët në Amerikë në përkrahjen e Kosovës dhe çështjes shqiptare. Malësorët që në zemër dhe mendjen e tyre ishte dashuria e madhe për vendlinjen tonë të shtrejtë Malësi. Ne i vëmë vetës detyrë që së bashkut me mbar komunitetin të japim kontribut për të ndihmuar Malësinë për çdo nevojë që ajo pati. Vetëm të kthehemi e të mendojmë se si ishte Malësia jonë para 25 vitesh dhe çfarë nevojash kishte ajo. Nevojat ishin të shumta, si në punësim, shkollim, shëndetësi, rrugë, furnizim me ujë, veprimtari të shoqatave kulturore e shumë gjëra tjera. Por mungesa më e madhe ishte vetëseverisja lokale. Malësi si mungote komuna e plot që malësorët të jenë zot shtëpijet në shtëpinë e vet. Mendoj se kjo ishte detyra jonë kryesore, derisa edhe kjo realizua para 6 vite, ku shoqata jonë dha kontribut shumë të rëndësishëm. Ne gjithmonë do të përcjellim situatën në vendlindje dhe ne si çdo herë do të jemi të paluhatshëm për të ndihmuar që Malësia jonë të jetë gjithmonë e bashkuar në zhvillimin dhe përparimin e saj. Veprimtaria jonë patriotike kur nuk do të pushoj për të ndihmuar e përkrah Malësinë në çdo drejtim. Për këtë shpreh edhe dëshirën që shoqatën tonë t'u lëm trashëgimi edhe brezave që vinë pas nesh, që të punojnë për të mirën e komunitetit tonë që jetojnë këtu si dhe për vendlindjen tonë të shtrejtë. Prandaj sonte
Unë këtë aktivitet ton e quaj një fest ku na bashkon të gjithëve dashuria për vendlindjen tonë. Vërtet jemi larg vendlindjes son, por shpirti ynë është gjithmonë i lidhur ngushtë me trojet e sajna, me gjuhën e bukur shqipe, historinë tonë që kemi i trashëguar brez pas brezit.